Një fenomen shumë dimensional që përfshin pamjaftueshmërinë e të ardhurave, pasigurinë në punësim dhe mungesën e të drejtave në vendin e punës. Kështu e përcakton Eurofound cënueshmërinë e punësimit për kushtet e jetesës dhe të punës. Në raportin e saj të fundit, Agjencia e Bashkimit Evropian që ofron një uri për të ndihmuar në zhvillimin e politikave më të mira sociale, të punësimit dhe punës, zbuloi se 18.8% e vendeve të punës ranë në nivelin e kërkuar në të paktën një nga këto dimensione përkufizuese në vitin 2021, viti më i fundit me të dhëna të krahasueshme të ardhurave. Megjithatë, drejtimi i trendit është inkurajues. Cënueshmëria u rrit nga 21.4% në vitin 2009 në 23.8% në vitin 2014 pas krizës financiare, e nxitur nga një rritje punës së përkohshme dhe me kohë të pjesshme të pavullnetshme, përpara se të binte vazhdimisht nga viti 2016 e këtej në nivelin e saj para krizës. Kjo përputhet me përmbledhjen e agjencisë mbi anketën e saj të kushteve të punës për vitin 2024 të publikuar në prill, e cila raportoi përmirësimin gradual të cilësisë së punës në Europë përkrahas përçarjeve të vazhdueshme. Spanja ka shkallën më të lartë të cënueshmërisë me 29%, ndjekur nga Portugalia dhe Luksemburgu me 25%, më pas Italia me 24%, ndërsa Hungaria me 17%, Malta dhe Bullgaria të dyja nga 18%, regjistrojnë nivelet më të ulta. Natyra e problemit ndryshon aq sa ndryshon dhe shkalla e tij. Në vendet kontinentale si Gjermania dhe Austria dhe në të gjithë Europën qendrore dhe lindore, paga e ulët është faktori kryesor, duke përbërë gati 3/4 të cënueshmërisë në Bullgari në ndarjen e raportit për vitin 2019. Në vende të tjera, fajtori është pasiguria, pasi puna e përkohshme dhe me kohë të pjesshme dominon në shtetet mesdhetare dhe nordike dhe kontribuon 56% të totalit në Irlandë, pjesa më e lartë në Bashkimin Evropian. Pozicioni i habitshëm i Luksemburgut pranë kryesimit pasuron faktin se paga matet kundrejt të ardhurave mesatare të secilit vend.